Donjeta dhe filmat e saj. Mirëmëngjesi të gjithëve. Donjeta dhe Velsa. A ka Velsa ditëlindjen alo, a? Po, alo. Për ditë, Për ditë. Po interesant. Një vjet e kesh ajo ditëlindjen, mas një vjet jo. Një vjet po, një vjet jo. Për të zot me të mira tuja. Çu shkeni kalu? Mirë ide. Nuk kemi pa javën e kalume për shkak të problemeve të mia shëndetësore me fytin, kesh nal këj. Atë ka kalu? Nuk po më ka kalu, po s'dia për ma dëgjon, alo kom cilat filma ishin javën e kalune edhe çu shkalut. Ka dy premiera javën e kalune. Ka qenë një premier për fëmijë, Hoppers, edhe një film The Bride. Ka pas interesim për këta dy premierat e kalune. Mo fëmijët shumë i ka pëlqy filmi Hoppers, kanë ardhur me shiku edhe janë kënaq. Edhe mandej është rëprizu ditëve tjera, po. Tash edhe këtë javë do të rishfaqet prap premierat e javës së kaluar, edhe filmi Hoppers edhe filmi The Bride. Kemi prap në rishfaqje filma të tjerë që po shfaqen, Loja e fundit, ka interesim ende shumë të madh. Loja e fundit është filmi i shit. Filmi Luizit, po. Alo interesim, domethënë, edhe pse s'po vjen Luizi, njerëz po vinë. Luizi veç një herë ka, po njerëz kanë interesim shumë të madh dhe po vinë mi pa filmin ata që si nërë mi pa. Bashëm pas kanë mungu shto informata që thashte që i mora adi që Velsa këna bën video. Velsa! Story. Këtë javë që kemi, Donjet? Këtë javë, pra normal, nuk jo marrë veç me një premier, por prap me dy premiera në Kino Hyri Johana, duke filluar me premierën e parë, Cold Storage edhe premiera e dytë Reminders of Him. Dy premiera të bëni kemi. Cilën pizgeti? Unë e pizgeti të parën. Okej, fekson e dytën e ndoshta. T'jam kallzova, ata s'ka të parën, sa kam pëlqen e dyta. Kontaminimi, po thot. Do ta pushtoj kinemon. A thu ka më pushtu kinemaja? Cold Storage, një film horror dhe komedi. Historia ndjek dy punonjës, jo veç se e po ju që se keni po, veç që jeni tu e ndëgju, po ju të regoj në pika të shkurta. Historia ndjek dy punonjës të një depoje që ndodhet mbi një ish bazë ushtarake. Një kërpurt parazitore e rrezikshme del nga baza dhe fillon të përhapet shpejt. Personazhet duhet ta ndalin përhapjen para se të shkaktojnë një katastrofë globale. Filmi kombinon momente tensioni, humor dhe elemente horror. Ju ftoj marrë mi shiku këtë premier. Kjo premier pra është sonte 13 mars e premtë në orat 18. Ai filmi Jason e premtja 13 pa hiri sonte s'keni vendos mi tut njerëz ta? Jo. Mirë keni bo se dhe ashtu ma tutën e të flakun që na mos... për këti momentit, kush do që thirë deri në fund të emisionit, i fiton nga 2 bileta. Wow! Falas! Qfar? Pra nëse dani mi fitu 2 bileta, telefonani në numrin 0488141. Do më thonë kjo për më doket e bone për shkak të mi kompenzu javën e kalune. Po, se se më konë tash na, normal që duhet me jo. Do më thonë mi pas njerë zemrën e madhe, dorën e shlirë. Po mendojmë për ju. Për populli, me jap, nuk bën. Bravo Donjet. Komplimentoj për këtë. Për këtë iniciativë. Mirëmëngjesi Edi Mirë, për thotë ju një ditë të bukur javë të mbar Shqipja dhe na ka dërguar këto lule. Ai ti shohim? Ka bukura. Wow, Shqipe, faleminderit shumë për lulet. Gjithashtu e kemi edhe një përshëndetje Coni nga Zvicra, për thotë allo, ju përshëndes, a ka far Ajmalia jo? I kilon krejtë të të mas dorës, sash ato Ajmalia, të kaloni mirë ato të kuqe që lexojshim. Një matë që sa s'kina lexua. Ej, Can, faleminderit shumë. Kemi veç bileta, jo Ajmalia. Kush do që thirë si pas Donjetës, do t'i merë 2 bileta. Kështu që nëse doni, mirë, që s'doni, kanë qëtë me pagu popullata, paguni. Donjet, premiera e dytë. Vazhdoj me premierën e dytë, një super film, që alo pa ardhë filmi ka pas interesim shumë të madh kur ka më shfaq, kur është premier, atëherë Reminders of Him, filmi që unë e përzgjodha, sa i ke i Edi Pares, Reminders of Him, që do të shfaqet sonte si premier, rap, pra sonte 2 premiera i kemi, Reminders of Him, 13 mars e premte në ora 20. Ky është një film dram romantike, tregon historinë e Kena Rowan, e cila del nga burgu pas një aksidenti tragjik. Ajo kthehet në qytetin e saj për të ndërtuar jetën dhe për të takuar njerëz edhe vajzën që nuk e ka njohur kurrë. Familja e ishte dashurit nuk e lejon që
mi taku vajzen. Kena krijon një lidhje me mikun e ish të dashurit dhe historia fokusohet në falje, në dashuri dhe në shanse të dyta. Një super film. Ma bone me hile tash, për të kallëzoj. Jo, vetë zgjedhje Edi, nuk është vërtet që tash zgjedhë të parën. Po unë jam adhurus i filmave romans. Edhe mu më pëlqejn shumë. E një film i tillë si kë, ja vlen më ardhë dhe mi shiku. E sidomos në kinema që përjetohet ndryshe. Valentinën. Allo? Dita. Apo dëgjomi? Po. E mirë shumë. Përshëndetje Valentina. Apo din? Po, unë po jo neni juve. Po, Valentin, tash me Donjetën ki me fol, se Donjeta është dorë shlirë. Shumë mirë. Si jeni Valentina, nga të kemi? Mirë, faleminderit. Po tras për Prishtinës. Okej. A je ardhur ndonjëherë në Gjakov në kineman tonë? Në kinema jo, po në Gjakov kam shtëpinë atje dhe për çdo vikend vi gjithsesi. Perfekt. Edhe na kemi filma që kemi më shfaqur në vikend. Për cilin film i shikoni interesuar? Nuk jam majta emrin veç kë me horror dhe komedi që ka. Horror komedi, okej. Atëherë ky film ka më shfaq sonte në ora 18, po nëse ti nuk mundesh më ardh këtë javë, besoj edhe shpresoj që kemi mirë shfaq edhe javën tjetër. Po, besoj që mundesh më ardh sonte edhe mi shiku filmin edhe mi shiju në kineman ton, i ki fitu 2 bileta, polas. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën. Valentin, po më intereson me të pyet diçka. A na përcjellni shpesh emisionin ton? Për çdo mëngjes. Domethënë edhe në Prishtinë, edhe për atje. Po për çdo mëngjes lëshoj në telefon, kështu të Faleminderit shumë. Se shitni shfaqni pamje për qytetit. Po. Unë ka pjesa vjetër e qytetit, shpinë, kështu që kam mall. Faleminderit shumë Valentin, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Valentina, të mirë presim, faleminderit shumë për qindjen. Kalon mirë. Me urime që i pate një 2 bilet. Një 2 bilet. Armend Musa i përna përshëndet, Donjet, edhe Balton Gosh, përdojt mirëmëngjesi Jaran, kur i shoh Gjakovort, e mi zemra më rritet, bëhet mal, përshëndetje përzemërsisht Armani nga Bazeli. Faleminderit shumë Bazeli jon, faleminderit shumë Zvicra e afërt. Donjet. Atëherë, ky filmi Reminders of Him nuk tregova se sa herë do të shfaqet gjatë kësaj fundjavë. Sonte si premierë në ora 20, po ashtu edhe të dielen duke përmbyllur javën 15 mars në ora 18. Pra në 2 orare të shfaqjes se kemi këtë filmin. E kemi edhe kalendarin në dalje. E kemi edhe kalendarin e kësaj fundjavës 13 deri 15 mars. Pra sonte kemi këto 2 premiera që ju tregova në ora 18 Cold Storage edhe në ora 20 Reminders of Him. Vazhdojmë të shtunën 14 mars në ora 13 premierën e javës së kaluar Hoppers për fëmijë. Në ora 16 filmin The Bride dhe kjo ka qenë premierë në javën e kaluar. Në ora 18 pra në rishfaqje filmi Loja e fundit. Në ora 20:30 Scream 7. Vazhdojmë të dielen 15 mars në ora 13 Zootopia 2. Në ora 16 SpongeBob, pra 2 filma për fëmijë të dielen. Vazhdojmë në ora 18 Reminders of Him. Edhe përmbyllim ditën edhe javën me Loja e fundit në ora 20:30. Pra shumë filma, aktivitete në orare të ndryshme, zhanre të ndryshme. Edhe me të vërtet njerëz nuk kanë arsye mua anku shka me bo, ku me shku, so ka rrihet, so ka bohet. Që kinemaja hyrje hana me shumë aktivitete, me shumë filma, premierat më të reja botërore. Jeni ka ma hedhni me jetu në Gjakov, ju kallëzoj. Do me rash ka kinema, dëni me mështi me jetu në Gjakov. Mirë, edhe shumë mirë. Vjen mirë. Vjen mirë që du me jetu në Gjakov. Leo Trem Kazozi për na përshëndet, për thot mirë mëngjesi, për thot gjithashtu Azbi Gubetini nga Zvicra për na përshëndet. Për thot apo shë që marum përmendje, ju kemi lëshu veç për mrapsht, Hasan Prishtina ka pas ton, atë dheu nuk ka nevoj që ne të krenojmë me të, por ka nevoj për burra që punojnë për të.
Edi, përshëndet nga Zvicra, Azbiku Betini. Përshëndetje të Përshëndetje, gjithëve. zotë. E kemi edhe një telefonat, një mike ton, një shoqe, një kolege, një qik, Nuk po shoh. një gru, një ingje. Mirëmëngjes, zona. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes ingja zon. Unë sim të fol me Edin, me kon jam të fol. Është Donjeta më ju. Donjeta ata dhe dokën- Edi. Jo, zoni si Edit për dok na una. Donjeta jam, qërëm. Të ju këshu jam në televizion, po so kam kryo tas radiofonia, shka. Po normal me zonë që jem suti në Radio Gjakov. Lidhja o ka vjen ma vonë. Jem suti me Radio Gjakov me pas probleme. Po, se për pak mirë që shkretova se live jena. Jemi live, a jemi live, po. Zon, i kishit pas atë qike në djallin e kuartetin? Po, se edhe i ngova shumë jam kontë mirë. Shumë të mirë. I për Shumë mirë. Amnive që shikallzova që Petriti është ambasador aty, ajo Badjova është ajo ambasador e shkon e vjen. Triti, normal Petriti dhe ka majt në e. Që shkujtove ti? Zon, Donjeta ka e Zon. boj premtim. O do njeta besi që shpijep për ta zbukrën atë studio. Normal Faleminderit që shumë. zbukën. Shumë faleminderit. A je konën kino Juri Johan, a mi shiku na i film? Jo, për nuk kam karo... Qëra, une nuk kom thirë për veti, po e pash qatë filmin që është horror dhe komedi, edhe komendën mi tut dy shoqet mia. Do më Okej. dol me çarshafa, do më çu. Jo, dhe me kjo thom, keni me shku në kino? Jo, kom... Dy bileta e keni pime, thu. Edhe thuj keni mi pa një film komedi. Po, se... Horrorin del horror. mes ju tregoj. Po, për më qojnë foto të pi kafe, koha mirë, në Ai, gjaku, ai, ai. djel dhe me këqër në neve. Po. Atin, shkoni tash në të kino atje, shkoni në kino, këqërni që të film. Shumë ide që lune, bravo. Do me thonë vini të rekin ato 2 bileta, Po, shumë Në mirë. emër të Jetin, po, zonës, janë edhe i kanë Po. fitu 2 bileta falas. I kanë fitu. bravo Donjet. Zon, shapëna ka zënë e sanë për Norvegji, që është situata, shka ka ndodhë? Edhe e kena një kohë fantastike që të hidhet, ta dy mi po kështu për drejtorës. Po, a? U bo Po. Norvegjia me pas kohë të mira? Qa diqysh është një farë fryme që unë ka tutna me dollë. Shtim gurë në gjepa, zonë, shtim se për na merë në qopë, se kina me punu, kina me bëhat filmin tjetër, tash. Me Ato. di që më bjenë në Gjakov dalë. Të të qunë Suedi, pa më no, edhe ma kesh. Të të qutë dhe agim. Zon, faleminderit shumë që na thirre, faleminderit shumë që je me Faleminderit neve, shumë. e faleminderit shumë për krejt. Përshëndesim shumë, të fala mi bën dës për tret edhe këtë tjerve. A kimi bon ai kujt fala kënej? Shëreti sabahit. A kimi bon? Krejtve që tash kom ju hi telefon mamës vjerës se e ka ditlindje. Ajde urime edhe shumë tjera bashkë me juve. Kesh ka thom 100 për pak. Mi u marrë në qafë. Nuk i vyn asaj, se jo neve na vyn, pa asaj nuk i vyn edhe 100. Nuk Shumë dënë, bohet. nuk dënë. Nuk dën vetë, dën diun, ja zemrën, si shpirt e kia dvje. Faleminderit shumë zon, mirë dëgjofshim, mirë pafshim. Faleminderit Zana për Tung, thirrjen, tung, i mirëpresim tung, shoqet. Tong. Kalo mirë. Interesant. A ki me thonë më najsan se... Jo, e di kur gjo Kur bileta, gjo jo, ti pa tham premiera bileta, ti spjegova, edhe ju prezentova, edhe filmat që kanë më shfaq këtë javë, tash mbetet veç mi u mirëprit në kinema. I mirëpresim në kinema, edhe të falenderoj shumë që ke do Faleminderit njetë, edhe shemi ty, edhe Edi, tjetër, me edhe premierat të roj reja. me mos më lodh edhe me punu që shini ka punani, Jo, pas bravo. pak. Ej. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes këtë vet. Mirëmëngjesi. Muzika. Ama mirë këtu, a atje.